Ka kaluar një javë që nga mbajtja e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Pas tyre 7 ditëve partitë politike në vend kanë filluar të bashkëpunojnë dhe të formojnë koalicione. Fjala është për koalicionin tanim të zyrtarizuar në mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës në Vushtre. Pikërisht këto dy parti politike që tash një kohë të gjatë kanë sulmuar njëra tjetrën me lloj-lloj akuzash, zgjatën dorën e bashkëpunimit në njërin prej komunave. Kjo ndodhi në Vushtre ku kandidati VV Sulejman Meholli dhe ai LDK-s Xhafer Tahiri kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi në prani të liderit të Vetëvendosjes Albin Kurtit. Ky koalicion vjen pas rezultateve të zgjedhjeve të 12 tetorit, ku qytetarët e Vushtrisë quan në balotazh kandidatin e PDK-s, i cili është edhe kryetar aktual Ferit Idrizin, dhe kandidatin për kryetar komune nga Vetëvendosja Sulejman Mehollin. E ky koalicion i arritur bëri bujë të madhe ngjallë reagime të zëshme. Një reagim publik e bëri edhe LDK-ja, nga ku tha se nuk e kanë autorizuar dhe as nuk e autorizojnë asnjë koalicion lokal pa ndjekur procedura statutare të partisë. Siç thon nga Lidhja Demokratike e Kosovës në njoftimin në Facebook për media, veprimet e Xhafer Tahirit për të lidhur koalicion me Vetëvendosjen janë veprime individuale të papranueshme dhe në kundërshtim me procedura statutare të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe se partia në fjalë pret që fillimisht të analizohet performanca e kandidatit dhe degës në Vushtre dhe pas këtyre hapave të marrë vendimet përkatëse. Pas nënshkrimit të këtij koalicioni, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti u deklarua para qytetarëve të pranishëm, ku tha se kjo marrëveshje arritur është për të mirën e qytetarëve të Vushtrisë. Kurse kandidati i LDK-s në zgjedhjet e 12 tetorit Xhafer Tahiri falenderoi Vetëvendosjen që sipas tij që nga viti 2017 e kishin mbështetur partinë e LDK-s në këtë qytet. Ngjashëm u deklarua edhe nënkryetaria e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, e cila pas mbledhjes së kësaj partie tha se askush nuk ka aprovim nga partia për koalicion, ndërkaq tha se personalisht nuk ka qenë në dieni për këto lëvizje të Tahirit. Sa i përket rezultateve nga zgjedhjet e të dielës, Vetëvendosja doli e dyta në Vushtre, e cila mori 26.28% të votave, ndërsa LDK-ja doli e treta duke siguruar 21.62%. Partia që prinë është PDK-ja me kandidatin dhe kryetarin aktual Ferit Idrizin. E në lidhje me këtë koalicion, Lajminet ka kontaktuar edhe kandidatin e PDK-s Ferit Idrizin, i cili siç duket nuk lodhet fare për këtë koalicion. Ai është shprehur i sigurt në fiturin e tij, pasi siç thot ai, ka koalicion tanim të arritur me qytetarin e Vushtrisë. Sipas Idrizit, koalicioni në Vushtre nuk është arritur në mes LDK-s dhe VV-s, por në mes Xhafer Tahirit dhe Vetëvendosjes. Ai po ashtu tha se shumë prej kandidatëve për asamble në këtë komunë kanë pak kënaqësi në lidhje me veprimin e Tahirit. Por ndryshe nga deklarimi publik i bërë nga LDK-ja, kishte deklaruar kryetari i kësaj partie Lumir Abdigjiku para disa javëve. Ai pati thënë se nuk mund të përzihen në koalicione lokale, që sipas tij ishte pikërisht VV-ja që kishte përcaktuar fituesin në 2017 në Vushtre. Lumir Abdigjiku thoshte se qytetarëve nga komunat e tjera nuk ju intereson se çka ndodh në Vushtre, Suarek apo Anasjeltas. Sipas tij, koalicionet komunale janë të mirëseardhura dhe se nuk kanë çfarë të kundërshtohen.